kush komandon realisht. Ka zëra që diskutohen nga dyja palët që thonë që banda këtej që është mbrapa këtyre, banda tjetër këtej që është mbrapa këtyre që duan të vinë. Pra, kemi një përplasje intelektualësh, njerëzish formuar në profile të ndryshme që zgjidhen ministra, deputet, që shajka e shoqërisë tonë, le të themi më të mirë nga ne, që shkojnë në parlament, apo janë njerëz që zgjidhen nga klanet dhe bandat të ndryshme në Shqipëri? Kam parasysh atë te këto përgjimet që i gjetën bandave, që i thonë, ja kemi fut kot që jemi marrë me kokainë, që kanë tenderat më me fitim. Kështu që nuk janë bandat më të frikshme në Shqipëri. Shqipëri është kjo organizatë e madhe, e cila ka deformuar ekonominë. Pra, kur po vjen avash opinioni, tek ideja ime që kam transmetuar që është oligarki. Pra janë pak duar që drejtojnë gjithçka. Pak duar që kanë orientuar ekonominë dhe kanë prodhuar fluska dhe xhepat për kace duke prodhuar sa lekë si pasurinë, ndërkohë që ka është vend i pasur. U bën nga më shumë para me tendera se sa me drogë me fix. Por bandat përdorin politikën apo politika bandat? Të dyja kur në kohë të ndryshme. Po duke qenë ortak, nuk dim se si ta ndajmë. Kush i hip kujt do. E keqja shqiptarëve është qeveria apo opozita? Në kushtet ku jemi janë të dyja. Dhe unë do të thoja sot është më keq opozita. Pse? Pra, janë këto në qeveri për shkak se kemi një opozitë keqe? Po marr një shkëmb që ka rënë mes rrugës. Kjo është e keqja. Dhe kjo është qeveria. Del dikush një armir që thot ikni se do ta heq unë shkëmbin. Dhe ky i bie i herë goshës, i herë patkojt, i herë këtu. Ja tani, ja sot, ja kilometri i fundit, ja këto. Në fund fare njerëzit që po presin të kalojnë me tan, dikur do zhgënjejnë dhe do ikin. A janë afër realitetit të dhe nuk është kjo opozitë që po ofron shpresën dhe që po ofron vizionin, projektin për katës që ne do ta shkatrojmë këtë shkëmb. Përkundrazi. E në këto kushte, nuk më duket se është opozita ose është më pushteti, natyrisht që është problemi i madh. Por qëndrimi i tij, vazhdimi i tij është varet nga opozita. A mos ndoshta po përmendën shumë të kohët e fundit, edhe nga populli, por edhe nëpër media thonë që ka një lloj marrëveshje, le të themi. Ndoshta jo të drejt për drejt ose të pastër, por të fshetë. Sikur lihet të nënkuptohet ose. Po tani, duke pas parasysh inteligjencën e drejtuesit të opozitës, që është Sali Berisha. Duke parë mënyrën se si drejtohet opozita, duke parë që ky person nuk është 20 vjeç. Është një person që ka një përvojë jete më të gjatë nga gjithë tjerët. Pyetja është e thjeshtë. Nuk e kupton ky rob i Zotit që duhet një tjetër rrugë? Në qoftë se kupton, atëherë duhet largohet. Në qoftë se kupton dhe s'ka mundësi duhet na e thoj. Ore, duhet një rrugë tjetër, hajde na ndihmo se hap dyert e partisë tot. Hapen dyert e partisë, po jo, po Saljani e kanë futur bandat. Dhe për zë, thotë është vetë përjashtuaj thotë. Tani, ku e ka mund sigurinë dhe ti që të hyjmë dhe të japim kontributin tonë? Ku kemi ne sigurinë që na dëgjohet fjalët pak të së. Po pastaj merr me dashurën thonë që jo tradhtar, jo e bleu Rama, e zgjidhi vendet, jo s'ka lidhje. Po jo më kjo është tjetër, hajde se po e quajmë tradhtar se shkoi ai në megjithëse ka status i deputetit që ta gjehet vend punë. Jo se mbrojt dashin, po. Jo, thjesht. Po Saljani më thonë, Saljani. Qartë. Që është duke thënë Saljani ka bërë një pyetje. E keqja e saj ku është opozita sot mund të jetë Berisha, domethënë ose leadershipi pa emra, domethënë. Nuk thuhet leadership, thuhet Sali Berisha. Sali Berisha. Se s'ka leadership është udhëheqja. Dhe udhëheqja po quhet gjë kolegjiale. Përdorin shumë nëpër media, nuk e thon. E kuptoj, po se thon. Kjo më thash Sali Berisha. Leja është ka qenë poema Majakovskit, kur thua partia nuk kupton Lenini, kur thua Lenini nuk kupton partia. Kur thu PD nuk kupton Berisha, kur thu Berisha nuk kupton PD, kaq. Në fund që morën atë faqen e Facebook-ut, si gjithë ishte adurime, ishte lufta. Po.